Sëmundjet jo të transmetueshme, të cilat prej vitesh përbëjnë shkakun kryesor të vdekshmërisë dhe barrës ekonomike në Shqipëri, janë në qendër të programit kombëtar që synon frenimin e faktorëve të rrezikut dhe uljen e vdekshmërisë së parakohshme deri në vitin 2030. Strategjia e përditësuar që harmonizohet me kornizën globale të Organizatës Botërore të Shëndetësisë mbështetet në analizën e situatës, provat shkencore dhe progresin e deritanishëm, ndërsa synon të reduktojë presionin në rritje që këto sëmundje shkaktojnë ekonomisë dhe sistemit shëndetësor. Objektivat vendosin një ritëm të përshpejtuar ulje të vdekshmërisë të parakohshme, 5% në vit deri në 2023, 10% deri në 2025 dhe 25% deri në vitin 2030 krahasuar me nivelin bazë të vitit 2010 në linjë me qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm. Për një vend ku këto sëmundje përbëjnë mbi 90% të vdekjeve dhe rëndojnë financat familjare përmes shpenzimeve të larta nga xhepi, arritja e këtyre objektivave është e lidhur ngushtë me qëndrueshmërinë e sistemit shëndetësor. Në fushën e faktorëve të rrezikut, strategjia synon ulje të dukshme në disa prej indikatorëve kryesor. Duhanpirja pritet të reduktohet me 20% deri në vitin 2030 përmes frenimit të rritjes së konsumit tek femrat, uljes së prevalancës tek të rriturit dhe zbutjes së trendit alarmant tek adoleshentët.